Shqipëria ka mbyllur ndeshjet të muajit mars me një humbje ndaj Anglisë dhe një fitore ndaj Andorrës, dhe duket se pikërisht kjo fundit ka frenuar rënien e mëtejshme në renditjen e FIFA-s, duke bërë që kuqezin të humbin vetëm një pozicion në muajin e fundit. Në renditjen e re që pritet të publikohet në ditët e para të prillit, Shqipëria përllogaritet të jetë në vendin e 66, duke rënë me një pozicion në krahasim me muajin e mëparshëm. Situata mund të ishte edhe më e keqe, por në ndim ka ardhur edhe barazimi dramatik i Maqedonisë së Veriut me Walesin që frenoi fshinjet, të cilët do të na kishin kaluar në rast fitoreje pasi janë shumë pak pikë larg në vend të 67. Ndërkohë, fitoret ndaj Islandës kanë ndihmuar Kosovën të vendosë një tjetër rekord në FIFA pasi ka përmirësuar me 3 vende pozitën e mëparshme. Tashmë daldanët du ta shohin veten në vendin e 96 në këtë klasifikim, duke vazhduar arritjen graduale të viteve të fundit.